edhe. Atëra. Megjithatë, ka një moment që unë dua ta ndaj pak sepse për mirëmbajtjen e shëndetit mendor kanë filluar disa gjendje, për shembull jo energjia, meditimi, situata të kësaj natyre. Deri ku është kufiri që duhet domosdoshmërisht të shkojmë te mjekimi? Sepse duket sikur mos merr mjekim se krijon varësi, këto janë më të mira sepse të shërojnë nga brenda, healing. Ka teori nga më ndryshme të. Dua të di ku është kufiri. Shiko, gjithmonë alternativa ka. Ka dhe një mjekësi alternative, e cila ofron të gjithë çfarë instrumentash apo metodash ne mund të përdorim për të, si më thëmë, për të lehtësuar ose pastruar shpirtin ton. Por, kufiri është pikërisht aty. Nëse këto mënyra shërbejnë duke filluar që nga mirëmbajtja, parandalimi dhe ndihma, deri ku prishen ca ekuilibra fiziologjik tonët. Pra, nëse instalohet një pagjumësi, ti mund vesh një muzikë relaksi, ti mund të pish qumshin, mund të hash banane në darkë, mund të pish dhe melatoninën që është një hormoni humorit, po edhe kamomilin. Po nëse kjo pagjumësi bëhet rebele dhe nuk është e vetmja, se me një shenjë nuk mund të shkosh ke mjeku, por shoqërohet me ndryshime të humorit, shoqërohet me ndryshime të tjera fizike, dhimbje koke, marrje mendsh. Tashmë, vërtet janë prishur ca ekuilibra fiziologjik që siç dikush që ka temperaturë, sepse po bën bronkopneumoni pavarësisht që si merret fryma, pavarësisht që vazhdon shkon në punë, domethënë po është subklinike, do ta marri këtë antibiotikun se s'ka nga t'ja mbaj, do vrasi këtë mikrobin. Dhe ky stresi dhe ankthi, apo kjo sëmundje që ka ardhur, prish disa ekuilibra fiziologjik që mjekësia për këtë punë është të rivendosi këto lloj ekuilibrash për të qenë në ekuilibrat e tu fizik, po dhe emocional tashmë. Sepse gjithë mekanizmi është ke neurotransmetuesit, te këto postjerët që ngatrojnë rrugën ndonjëherë dhe ti duhet të çosh general që t'ja mësoj ku duhet shkojnë të trokasin. Kjo është e gjitha. Pastaj, edhe kjo me që e ceken, ndoshta nuk është momenti, e shikoj frikën e madhe të njerëzve që isha për të ardhur, që kuri, po kjo varësi, atë lutem më siguro për këtë varësi. E kemi trajtuar edhe një herë, por vazhdon edhe njerëzit e kanë. Kjo vazhdon dhe harrojnë që janë, po, domethënë jemi po në njerëzit që e krijuam këtë ide. Pse? Në ca vite më përpara shkonim dhe merrnim atë qetësuesin si karamele në farmaci. Pas një këshill me propozimin e komshijes, motrës e tjerë, dhe u përgjithsua ideja që medikamentet për sistemin nervor të krijojnë varësi, se ndjesh mirë fillimisht, po pastaj, siç vetëm një klasë trajtimi e ka këtë, dhe jo ato që e kurojnë problematikën. Unë dua ta siguroj edhe një herë këtë gjë, punë psikiatrika plot, jo po thjesht që njerëzit të minimizojnë kohën e vuajtjes, pra të mos futen nga ingranazhi që ti bluaj mirë dhe pastaj të vinë atëherë kur dhe mjeku ti duhet më shumë kohë, edhe ati vet i duhet të marri më shumë medikamente dhe kohë rekuperimi. Kështu që një investim i zgjuar në momentin e duhur është jashtë kompleksitetit, jashtë paragjykimeve, në një moment e rregullon cilësinë tonë se 24 orë janë tonat. Në fund ditës grizet kalendari dhe nuk e rikthejmë dot më. Kush është rasti që të ka mbetur në mendje në gjithë këto vite karrierë? Shiko, raste ka shumë, po unë do them një rast që është në fakt përjashtimi i mjekësisë. Është përjashtim, unë dhe sot e kësaj dite kam një pikpyetje shumë të madhe. Ai ishte babai një shoqes time shumë të mirë,
që ishte i shkolluar jashtë një personalitet, domethënë në fushën e vet. Në moshën 78 vjeçare i fillojnë shenjat e demencës, të Alzheimerit. Dhe jo rastësisht, sepse pati 2 humbje shumë të mëdha. Humbi papritur të birin, në një vdekje të menjëhershme, të papritur, dhe pas sa vitesh e shoqja nga hidhërimi shumë i madh, vdes dhe ajo. Kështu që shoqja ime jetonte jashtë. Dhe vetëm ja bëri punën e vet, pavarësisht që profesori, dhe unë nuk po jap emër, ishte tipi shumë social, shumë inteligjent, burr i mençur shumë. Filloi ta vuaj këtë pjesë, pavarësisht gjetjeve që bënte me shokët e lagja, por cilësinë e jetesës nuk e bënte dot si më parë. Shoqja ime vjen dhe unë shoh shenja të qarta të një Alzheimeri ose të sklerozës së famshme. Fillojmë mjekimin, përmirësime aq sa mund të presim ne, 1 vit, 2 vjet. Ajo vuri një njeriu në saj që ta shoqëronte babin gjatë gjithë kohës, domethënë, dhe mbas ca kohësh vjen edhe më thot, Ariana, do vi të takoj, thot, me babin. Po, i them, pas ke ardhur? Po, tha, kam ardhur, tha, edhe kemi surprizë, tha, për ty. O, i thash unë, hajdeni, dhe thash, surpriza që di të bëj ajo. Dhe kur vjen, më thot mua, Ariana, babi është shumë mirë. Thash, kjo nuk që nga mirë fare. Me kuptoj. O nuk do ta besoj që ky është një problem i cili nuk ka, ose filloi dhe kjo, filloi smundja edhe te kjo. Ç'është kështu? Më thot, unë e shoh habin tënde, thot, po ti e di që unë edhe lexoj, kështu që unë jam vetë e habitur, babi është shumë mirë. I them presor, hëna e vërtetoj një herë. Më thot, po që ajo që kalova, moj Ariana? Dhe ai ishte i kthjellët, unë nuk di, domethënë, kjo është pikpyetja më e madhe e imja. Dhe unë sot e kësaj dite, profesori nuk jeton më, dhe kjo gjë nuk ndodhi pak përpara se ai të ikte nga kjo jetë, siç ndonjëherë ndodh me sklerozën. Ai vazhdoi të jetoj shumë mirë edhe 1 vit më pas. Domethënë, ju rikthyen të gjitha kapacitetet, dhe këtë mrekulli, ta them me plot gojën, nuk e bën mjekimi. Nuk bën as suporti, nuk e ka bërë ndonjëherë, nuk di kush e ka bërë. Ti beson në Zot? Dhe për mua, ndoshta ky ishte rasti që unë duhet të besoj në Zot. Sepse ne e kërkojmë ndonjëherë Zotin atëherë kur jemi keq, domethënë, dhe por nuk ka pak histori që tregojnë në mrekulli. Ka që e bëri Zoti, e bëri natyra, nuk di si t'ja vesh emrin kësaj gjëje, por mrekullit ndodhin.